Në ndrejtimin e kryetares së Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini u zhvillua këtë të martë mbledhja e parë e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike për vitin 2026. Të pranishëm antar të Këshillit dhe përfaqësues të institucioneve përgjegjëse. Siguria e qytetarëve mbetet përparësi kryesore dhe përmes bashkëpunimit të gjitha institucioneve, Bashkia e Vlorës u zotua se do të vijojë të punojë për një qytet më të sigurt për të gjithë. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se siguria është edhe imazhi i qytetit. Pasi një qytet i sigurt, do të thotë zhvillimi i turizmit dhe ekonomisë. Mersini e ka vendosur theksin kryesisht tek siguria në shkolla, si dhe tek emergjencat civile, për të cilat dalin sfida të reja. Pra një imazh i një qyteti turistik me një siguri të lartë, pa diskutim që është një kredencial dhe për zhvillimin ekonomik dhe turizmit në qytet. Edhe roli i këtij komisioni pikërisht është të koordinojmë kudo këtu institucionet, prefektura, emergjencat civile, policia dhe gjithë aktorët e tjerë në këtë qytet, por unë dua të veçoj dy element në këtë veprimtari. Kuptohet që ne vëm fokusin e sigurisë publike, sidomos me fokus të veçantë dita e punës tonë nis me sigurinë e shkollave, ku vëmendja e posaçme dhe pa diskutim dhe kuadri ligjor shumë i përmirësuar ka vënë në fokus kujdesin e shkolla, kujdesin publik në gjithë institucionet e shkollave, dhe e dyta në qytetin e Vlorës emergjencat civile. Mendoj që ajo që na del përpara është një sfidë për emergjencat civile, sepse vetë dinamikat edhe të ndryshimit të motit, po ashtu në sezonin turistik ne jemi përballur edhe me gabimet tona njerëzore, siç janë hotspotet e mbetjeve urbane, që na janë bërë risk i lartë edhe për ndotjen e mjedisit, edhe ku ka dhe ndotjet mjedisit pa diskutim edhe cilësia e jetës preket, zjarret edhe reagimin ton. Pra, ky fenomen i zjarreve sidomos ka të bëjë edhe me qasjen që kemi ne. Kryebashkiake e Vlorës Brunilda Mersini zbuloi në mbledhjen e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike se bashkia i ka kushtuar prioritet në buxhetin e saj ndërtimit të një strukture të re të emergjencave civile dhe zjarrfikseve. Puna do të nisë brenda aktiviti, thot kryebashkiakja, ndërsa parashikohet infrastrukturë, por edhe trajnimi i burimeve njerëzore. Bashkia e Vlorës si vjet bashkë me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile ka vënë në buxhet dhe në projekt ndërtimin e një strukture të re të emergjencave civile dhe të zjarrfikseve në qytetin e Vlorës. Edhe mendoj që brenda aktivitit ne të fillojmë punën për këtë projekt, që është një projekt, le të themi, ambicioz, edhe nuk do të jetë vetëm projekt infrastrukturës, por edhe trajnimi i burimeve njerëzore dhe po ashtu edhe qasja që kemi për zjarrfikset e reja në qytet, ku kemi edhe donacione dhe futën në buxhetin e Vlorës zjarrfikse të reja, pra e kemi qasjen që me emergjencat civile të kemi një infrastrukturë, burime njerëzore të trajnuara dhe mjete. Dhe shpresoj që viti që ne vjen, 2027, e gjithë ky procesi që e kemi vënë në fokus të jetë i mbaruar dhe të jemi përpara këtij komisioni edhe me treguesit e parë të punës për këtë. Si një fokus të rëndësishëm, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ka veçuar zgjidhjen e problematikave të përmbytjes, ndërsa u ndal edhe tek semaforët, për të cilët ka theksuar se brenda këtij viti do të instalohen në disa rrugë kryesore të qytetit për të rritur sigurinë rrugore. Është një fokus i veçantë i punës së përditshme, por në kuadrin e gjithë problematikës që shkakton përmbytja në qytet, bashkia ka vënë në fokus gjithë studimin e fizibilitetit për qytetin, që do marrë prioritet studim fizibilitetit, të jemi të qartë ku do ndërhyjmë dhe si do ndërhyjmë. Edhe për këtë kemi koordinuar projekte edhe si bashki, por edhe në koordinim me Ministrinë e Bujqësisë edhe me Mbrojtjen Civile. Dhe për herë të parë, bashkia ka vendosur edhe semaforët në buxhet, edhe brenda aktivitit implementimi i semaforëve në 9 kryqëzime të qytetit do të jenë implementuar, duke qenë ambicioz dhe për rritjen e sigurisë rrugore në rrugë. Gjej rastin dhe të përshëndes policinë e qarkut të Vlorës, që në koordinim bashkë me policinë bashkiake, kanë qenë element kyç për sigurinë rrugore edhe trafikun në qytet, sepse siç e dim të gjithë që janë element të cilët shkaktojnë problematika edhe të sigurisë
jetës në rrugët e Vlorës. Në mbledhjen e parë të Këshillit Vendor të Sigurisë Publike për vitin 2026 u diskutua edhe mbi situatën e sigurisë në territor dhe u përcaktuan prioritetet e punës për periudhën në vijim, duke forcuar bashkëpunimin ndërinstitucional për të garantuar më shumë siguri për komunitetin e Vlorës.